tash ka ardhur Tuchel, një trajner gjerman, një trajner shumë i mirë, një trajner shumë i suksesshëm. Edhe gjithsesi me një përvojë shumë të mirë, edhe po mendoj që kam ndryshuar këtë filozofinë e lojës të Anglisë, e që kjo mund me na kushtu neve, kur them neve, Shqipërisë këtë rast në ndeshjen e nesërme. Shqipëria është e vërtetë që është për momentin një stad më lart se Kosova për momentin, e dim që është 2 herë pjesëmarrëse në kampionatet evropiane, edhe sigurisht se domethënë brenda asaj ka lojtarë që kanë minutazh, kanë do të thotë përvojë më të mëdha, edhe kompeticioni kampionati evropian është shumë ndryshe kur e ka një përvojë tillë. Pra ka lojtarë me nivel ndoshta shumë të lartë për momentin, po gjithsesi nivel ekipor kemi një lojtar që bëjnë ndoshta diferencën kundër tyne. Po gjithsesi Shqipërinë e shoh që nesër e ka shumë vështirë në ndeshjen kundër Anglisë, të pas parasysh gjitha domethënë parametrat që janë të lojës, si cilësitë lojtarëve, si kontingjent, si gjithçka para tifozëve të vet, domethënë gjitha përparësitë janë te Anglia. Unë vetë shpresoj mos marrim gola shumë, por ndryshe të fituar ja. Edhe unë inshallah po them. Po. Që pa ule. Që inshallah është shumë e mirë. Po që Anglia është vërtet e fort dihet, po Apo me dhonë analizë shumë shpejt. O çka shtojnë në 4 golla. A kuptoj se sa më thon, Anglia përkundër që është super fuqi, Anglia me kombëtare. Gati kur nuk na ka kënaq me lojën ai sen. Unë sa më më na kënaq golla. Po, ama me lojën, me sa vjet unë e këshyri Anglinë. 4-5 golla. Smaj me në herë gjithë për shembull kanë dëshpëruar ti prit, i ka pas top lojtarë nëpër klube për shembull. Edhe kur kanë ardhur kombëtare gjithë dëgjush kanë luajt lart. E ka psyshi edhe ata. E tash nesër, sholla nesër janë të lart. sholla nesër janë të lart. Mirë, po kjo nuk do me thonë që Shqipëria është më e mirë se Anglia. Unë po mendoj kur Anglia u kon top ekip, po mendoj në lojë me Italinë ose me Spanjën, s'ka ku ka u Anglia me ekipe më dota që u prit me fitu benchëm. Debutimi me trajnerin me e ri. trajnerin. Në stadion atje. Përbërja e ri, gjithçka gati, pas debutimit trajnerit të imut me shku. O po të kallëzoj se Anglia ngëm, se Anglia ka kështu. Kuti nxen çto ekipet e vogla. I sa ka thën golla, derisa të vjen me një fal Italia, Gjermania. Edhe e kanë të Po keq. veç mja këshyri historinë me Shqipërisë dhe Anglisë, sheh që gjithë janë 5-4 edhe unë nuk mendoj. Unë nuk e di. Se mujës i ardhë kesh pak që pa ullet me Unë Në më lartë pak i këmë qëllu. Humbja nuk është e thellë. Ja, Ja, është interesant. Jo shkëjtu zbut pa uli shashkë. U qetësuat. Ja, Paul. Ja, nuk e humbi shpresën që kena me fitu. Ju mundi me thonë qatë dane. Pauli e ka maicën e pambukut, s'ja për kuptat. Edhe ato e ka bot pambukut Shqiponin aty. Unë thamë që Shqipëria ka me fitu, ju mundi me thonë qatë dane. Shqipëria Anglisë. inshallah. Po për nesër. Mundet me fitu në kam. Ja, është interesant më theksu se kombëtarja angleze. Rezultatet ato humbje fitore barazim. Kombëtarja angleze lun me një trajner thash 3 edhe filozofia e këtij trajnerit ka më qenë shumë ndryshe. Loja zakonisht e angleze është bazuar në lojë të fortë, e tash mundet mendohet që dalin lojë taktike edhe teknike. Domethënë kur them taktike sigurisht se më herë ka pas taktik, po taktik gjermane është shumë ndryshe. Filozofia gjermane është shumë ndryshe, bazohet më shumë jo në forcë, po do të thënë në teknikë. Edhe tash mbetet me u po se çka ka ndryshuar ky trajner, pas unë për veti personalisht apo askush se kemi po, as në ndeshje të Tuchel,